Pra, Azmer, shqetësimi juaj është që të huajt në ulin në reputacionin e herojve tanë, apo ne si shtet nuk e plotsojmë ashtu si që duhet komplet detyrën tonë për herojnë tanë, sepse Gjergj Kastrioti është heroj jo kombëtar, unë nuk di të kemi në një hero tjetër me cilën mund të burremi. Patjetër që është, le të themi, detyrë e institucioneve, e Ministrisë së Kulturës, por edhe Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë. Po nëre Akademia e Shkencave të atusin gjumit gjithë tani. Paktën detyra kryesore, patjetër që e ka për detyra të gjë, por detyra kryesore është e Ministrisë tonë të Kulturës, apo jo? Dhe patjetër edhe e vendit e muzeut. Jam kurioz, historianët kanë ka patur në një reagim vërtet nga historianët. Në djenin time nuk ka pasur në një reagim, paktën me sa e kam djegur në që ta themi kështu si shqipërisht. Ata që paguhen me parat e taksave tona për të kujdesur për historinë tonë, nuk e kam bërë detyrën si që duhet. Por një fakt tashme është i gëzueshëm për gjithë qytetarët. Pra, çfarë duhet ndryshoj, Azmer, të lutem, jam veçën se jemi këtu. Çfarë duhet ndryshoj konkretisht në këtë postulat ku është e shkruar kështu? Kjo është foto, cila është bërë në muajin shtator, ku thuhet konkretisht që për krenarja dhe shpata e herojit tonë Skënderbeut janë me origjinë italiane dhe gjermane. Mund të ma thot dikush ku përmendet Shqipëria në foto? Kjo foto unë i kam bërë personalisht dhe i kam zjerë në rrjetet sociale. Sa zgjati kjo meselea? Dhe si kanë reaguar? Si kanë reaguar institucionet tona konkretisht? Me thënë të drejtën, unë kam dërguar email dhe kam komunikuar me Muzeun e Vjenës, kam vendosur në CC dhe ndjeni edhe institucionet tona, edhe presidencën, por edhe ministrin e jashtme, gjithashtu Ministrinë e Kulturës dhe ambasadën tonë në Vjenë, dhe më vjen keq ta them nga ana institucioneve tona ka marrë 0 përgjigje. Wow! Pra 0 përgjigje. Mos kanë folur ata dhe kanë dashur ta bine eshtje. Shpresoj ta kenë bërë këte, por ta bëjnë dhe për veprat e tjera nëse do ta bënin këtë. Tani, me qënëse kjo akuzë është therse, jemi edhe në një periudhë që natyrisht ndërgjesimi jonë për të gjithë herojnë tonë kombëtar, çlirimin, pavarësinë, ka qenë goxha i nxehtë. Mund ta përsërisësh akuzën tuaj edhe një herë, të lutem, dhe kujt ja drejton ata?